Besimtarët ortodoks në Durrës kanë marrë pjesë në ceremoninë e udhës së kryqit apo siç njihet ndryshe nga ky besim, lëvizja e epitafit të Krishtit. Riti fetar organizuar mbrëmjen e së premtes së zezë dhe shpreh dhimbjen e besimtarëve për kryqëzimin e Zotit të tyre në kryq. Gjithçka nisi me shërbesën e zakonshme të epitafit dhe procesioni filloi nga katedralja e Shën Pavlit dhe Shën Astit në Durrës. Kortezhi me besimtarë shoqëruan epitafin në atë që në besimin e krishterë simbolizon Krishtin në kryq. Besimtarët përshkruan rrugën Ignatia dhe bulevardin Epidamn në një marshim të heshtur për të rikthyer sërish në kish. E premtja e kësaj fundjave në liturgjinë fetare përkon me të premten e zezë që simbolizon vdekjen e Jezuit, ndërkohë që në kish gjatë gjithë javës janë kryer ritet e javës së madhe të Pashkës. Jesu Krishti vdiq në ditën e premte për të ringjallur më pas mesnatën e së shtunës duke u kthyer diela, që përkon dhe me festën e Pashkëve, festë që së bashku me Krishtlindjen është më e rëndësishmja në kalendarin e krishterë. Këtë vit festohet në të njëjtën datë nga besimtarët ortodoks dhe ata katolik.